Policia kufitare e Durrësit ka arrestuar një 47 vjeçar dhe ka zbuluar një tentativë për kalim ilegal në Itali pas një operacioni të suksesshëm kontrolli. Në kamionin e udhëhequr nga i arrestuari u gjetën 3 shtetas, të cilët kishin tentuar të kalonin në mënyrë të palishme kufirin për në Itali. Gjatë operacionit, policia arriti të ndalonte gjithashtu 2 nga personat e fshehur në kamion. Një prej të arrestuarve, një 37 vjeçar nga Lezhë, ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane. Ai kërkoi për veprën penale largimit të burgosurit nga vendi vuajtjes së dënimit, prodhim dhe shitje lëndëve narkotike dhe grup kriminal për trafikun e lëndëve narkotike. Zyra e prokurorit publik në Pistoia, Itali, kishte lëshuar një urdhër arrest për të dhe ai pritet të ekstradohet në Itali për të përballur me akuza që rëndojnë. Një tjetër person i arrestuar në këtë operacion, i dyshuari i dytë, ishte gjithashtu i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane, por ende nuk janë bërë të ditur detajet e tjera për akuzat që rëndonin ndaj tij, ndërsa i treti, një tjetër person me precedent të mëparshëm penal, i dënuar më parë nga gjykata e Pratos në Itali për veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve. Ai do të hetohet në gjendje të lirë, ndërsa hetimet ndaj tij vijojnë. Gjatë kontrollit të kryer në kamion, policia ka sekuestruar celularët dhe dokumentet e personave të arrestuar, si dhe kamionin që drejtonte 47 vjeçari. Ky aksion ka theksuar përkushtimin e policisë kufitare të Durrësit për të parandaluar trafikimin e palishëm dhe për të garantuar sigurinë e kufimëve. Ky operacion është një tjetër shembull i bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet autoriteteve të Shqipërisë dhe atyre italiane për të luftuar kriminalitetin ndërkombëtar dhe trafikun e palishëm të individëve dhe lëndëve narkotike.